Nderuar deputet, Partia Demokratike nuk ka futur veshin në asnjë vrim çelësi të qeverisë. Kjo ka qenë përgjigja që kreu i opozitës Lulzim Basha i ka drejtuar mazhorancës, duke hedhur poshtë hipotezat se demokratët kanë siguruar SMS-n e ministrit Tahiri përmes përgjimeve. opozita merr informacione që zyrtarët e qeverisë i qarkullojnë mes njëri tjetrit apo i postojnë në funksion të lojrave të tyre politike të brendshme, por opozita as nuk përgjon, as nuk do të përgjojë njëri, sepse përgjimi është i përjashtuar parimisht si burim informimi nga ne. Mesazhi i shkruar dhe i dërguar nga Rama, apo i shkruar dhe dërguar nga Tahiri tregon se kryeministri dhe ministri e njohin fare mirë realitetin e zymt dështimeve dhe përkeqësimit tronditës të gjendjes së rendit publik, por e fshehin këtë realitet. Duke ju referuar vetvrasjes së një 52 vjeçareje në Korçë, Lulzim Basha i kërkoi mazhorancës të tërheqë ndryshimet në ligjin për nënpunësin civil, pasi sipas tij shkarkimet në administratë po i çojnë qytetarët në veprime ekstreme. Ne nuk bëjmë politik me vdekjen, por ne denoncojmë me forcë pasojat e një politike që po mbjell vetëm stres, mjerim dhe së fundi vdekje. I kërkojmë sërish qeverisë të tërheqë projekt ligjin e ri në punësit civil, të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe vendimet e gjykatave të tjera të vendit për kthimin në punë të gjithë në punësve civil të shkarkuar në mënyrë të paligjshme. Kreu i Demokratëve i kërkoi përgjigje kryeministrit Rama dhe ministres Skodheli edhe për këtë pyetje. Sërish i drejtohem kryeministrit Rama dhe ministres tij të mbrojtjes. Keni apo jo dijeni ju për përdorimin e strukturave të forcave të armatosura për transportin e lëndëve narkotike.